sot do të përgatis një pjatë që quhet papare. Kjo është një pjatë që ne e kemi përgatitur në kohën e komunizmit, prindrit tanë, do me thënë na e kam përgatitur gjithmonë, jemi rritur me këtë pjatë për arsye të ingredientëve të paktë që ajo përmban atë. Është një pjatë shumë e hershme, shumë e vjetër dhe i ka rezistuar kohërave dhe ne vazhdimisht e përdorim dhe ja u gatuajmë fëmijëve që edhe ata ta provojnë shijen dhe ta kenë akoma dhe në ditët e sotme, do me thënë të ekzistojë kjo mënyrë gatimi. Është një pjatë që nuk kërkon shumë ingredient dhe në kohën e komunizmit nga mënyra e jetesës që ishte shumë e varfër dhe nuk kishte shumë ushqime dhe nuk gjejej gjëra në treg, kjo ishte një nga pjatat që prindrit tanë na e gatuanin ne mëngjeseve. Ose dhe në darkë e kemi përgatitur. Për këtë pjatë do të na duhen 2-3 lukë me vaj ulliri, 2 feta të tilla për një person, 2 feta të tilla me bukë. Do të na duhet një copë djath e tillë, e vogël, të cilën do ta bëjmë fërmia, do ta shtypim, na duhet pak krip, shumë pak nane dhe një filxhan kafeje me ujë. Kjo do shumë pak ujë. Në fillim do të vendosim vajin këtu në tigan dhe do ta presim bukën, po jo në pjesë të vogla. Do ta presim në copë pak më të mëdha. Jo si të përgatisim tranan, por duhet të jenë copat paksa më të mëdha. Do t'i japim një skuqje këtyre pjesëve të bukës, do t'i skuqim, do t'i bëjmë bukë të skuqur. E kemi vendosur bukën në vajin e ullirit për ta skuqur dhe shohim që është skuqur tamam, ka marrë ngjyrë të kuqe, është skuqur. Këtu do të shtojmë tani gjysmën e djathit. Do të shtojmë pak krip, sepse ka dhe djathi vetë krip. Edhe pak nane. Gjithashtu do të shtojmë me kujdes edhe ujin, por duhet të jemi të kujdesshëm që mos të hedhim me sasi të madhe të ujit, po të hedhim pak, sa të regje të laget pak buka. Duke e përzierë dhe duke e parë vazhdimisht. Ne hedhim gjithë filxhanin e kafes me ujë, e lëm ta pi të gjithë ujin buka, dhe e kemi gati. Ja ku e kemi të përgatitur paparen, do ta vendosim në pjatë për servirje. Gjithashtu do t'i shtojmë dhe pak fërime djathi për sipër. Është një pjatë shumë e thjeshtë, shumë e shpejtë, po është tepër e shijshme.